me gjuhën ukrainase? Sa është komplikim? Gjuha ukrainase është gjuhë e vështirë, kështu me ndëgju është shumë gjuhë e vështirë, edhe pse unë tash jam që një javë e gjysmë këtu me ekipën. Termat e futbollit nuk janë shumë më ndryshe. Okej. Në çdo gjuhë është thuaj se kanë pak dallime, po nëse i ndin vazhdimisht gjatë gjithë kohës, interesohesh me mësu çaj bjen, shumë lehtë mëson. Okej. Po si gjuhë duket ka gjë e vështirë. Po tash, a është më e komplikuar gjuha finlandeze, a kjo e Ukrainës? Gjuha finlandeze definitivisht. Gjuha finlandeze ka shumë e vështirë. E kom dëgju kështu, me audio kom dëgju finlandishtën, mu ka dok tepër e vështirë. Nuk e di, nuk përngjon me asnjë gjuhë. Është gjuhë në vetë edhe janë fjalë për me shqiptu, kanë qenë shumë të vështira. Po ne ka qenë gjuha angleze, gjuhë zyrtare, edhe si trenerat, si stafi, si çdo kush ka folë anglisht, si lejtar. E këtu pak